Miqtë Prizmës, dhe mas disa orëve që nuk I kuptoj pse I kanë shpenzuar, gjykata kushtetuese me 8 veta, jo me 9, as me 7, me një vendim I cili sigurisht nuk është vendim. Është marrë një vendim për të mos marrë vendim edhe për të larguar përgjegjësinë e tyre si gjykatës kushtetues për një tashmë delikt, komplot, gati si një grusht shteti po në bazë të drejtësisë, I cili lejon vendimin e një gjykate, sado speciale ose GKK-s, të kalojë edhe mbi gjykatën kushtetuese. Sepse nuk ishte puna për të mbrojtur një të korruptuar si Belinda Balluku. As unë nuk e mbroj, as kam qëllimin për ta mbrojtur. Ishte qëllimi I plot për të ndaluar, parandaluar dhe për t'i dhënë një herë e përgjithmonë fund marrëzisë se mund të pezullojmë ministra. Që një gjykatë marrë përsipër pezullime, jo kërkesa për arrestim. Kërkesa për arrestim është legjitime dhe e vërtet. Pezullime ministras bile dhe kryeministrit. Në marrëzinë e Facebookut edhe të jakobinëve, idiot, ignorant, të politikës shqiptare, ta një armiqësie për delirantës me shkum në gojë, të cilët nuk u ngopën me Ahmet Zogun, me Enver Hoxhën, me Sali Berishën dhe me Edi Ramën, po kërkojnë të shin vend tyre të vendosin edhe ca katonar tjerë që ju duket vetja të zgjuar aty në SPAK edhe në GKK. Njerëz që kanë dalë po nga kjo politik, po nga ky mjedis I smur, I shëmtuar, I nyt me korrupsion dhe me mungesë të jashtëzakonshme morali, me mungesat të jashtëzakonshme profesionalizmi, të cilët marrin përsipër të pezullojnë. Imagjino tash një qeveri që një gjykat për arsye të ndryshme dhe për aftësinë që ka për të marrë mënyra të më idiote të përgjimit, të ketë arsye të bollshme dhe të arsyetuara ligjërisht për të pezulluar ministra. Kjo pezulluar edhe kryeministrin, absolutisht. Nesër këta kanë drejt, me që kanë drejt të përgjojnë edhe GKK-on, gjykatësat që bashkëpunojnë me të, këta mund t'i përgjojnë, ka drejtën e përgjimit. Imagjino se çfarë ka bërë drejtësia shqiptare dhe politika shqiptare e Edi Ramës dhe Sali Berishës. Kanë ngritur një monstër, e cila quhet sot gjykatë speciale ose tribunal special, më keq se sa I Hagës. Këta mund të marrin përsipër nesër të hedhin shtetin në erë. Jo vetëm shtetin e Edi Ramës, nesër edhe shtetin e Sali Berishës. Kush të dali përpara këtyre? Dhe çfarë janë këta? Këta janë thjesht njerëz, prokuror, ish prokuror dhe ish gjykatës. Të pazgjedhur nga populli, që I futen në mënyrë bolshevike dhe të shëmtuar gjithë pushtetit politik. Edhe sigurisht kanë edhe përkrajen e një popull I cili është kthyer tash në një marrëzi facebookiste, që nuk ngopet për t'i futur në burg njerëzit, që nuk ngopet për t'i share, për t'i kërdisur me familje, me rob, me çat ken në derë të shtëpisë, dhe që nuk ngopet edhe sikur të derdhet gjaku vu këtu. Sepse e ka mësuar, kështu e ka përdorur Enveri, kështu I ka përdorur dikur edhe diktatura, çat keq e ka që të përdoren edhe një herë tjetër. Një pjesë e shoqërisë, jo gjithë shoqëria kështu. Dhe çfarë bën kjo gjykata kushtetuese e famshme? Ndahet 4-4. Ashtu si kundër është edhe politikisht, pa pasur mendimin që nuk mund të barazohen dot. Duhesh patjetër të merresh një vendim, nuk morën asnjë lloj vendimi. Duhet SPAK-ut të merresh një vendim me shumicë, dhe nuk duhet pranonin kur të ishin 8 veta, po o 7 o 9, se është turp. Turp në një moment I cili sigurisht shkatron demokracinë edhe anën ligjore, anën kushtetuese. Nuk mundesh 8, për çfarë 8? Si mund të lesh një vendim të një gjykate e cila sigurisht nuk është gjykatë kushtetuese? Si barazohesh me GKK-on? Si mundesh? Dhe ndahen politikisht sigurisht. Gjysmat janë Sali Berishës, gjysmat janë të Edi Ramës. Sepse kështu t'jepet e drejta. Hanë edhe presionin si të Edi Ramës edhe të Sali Berishës, presion prej 2-3 ditësh të fundit, presion I jashtëzakonshëm, nuk e mbajnë atë presion, se në të vërtetë janë vjeraman, janë gjykatës të cilët sigurisht e kuptojnë se çfarë ndodh, po t'i kapi politika në dorë. Kanë provokuar ata të SPAK-ut se e din veten ka shej pa vdekshëm, e din veten të
pastaj fillon ai Dumani më kanë kërcënuar, më kanë bërë, do të bëj heroin e madh. Po të kishin pas heroi këta, do ishin pas si në Itali, po këta janë heroi. Këta janë afere gjallë bashkë me politikën. Janë produkti politikës, as pak më të mirë se politika, që atë janë më të këqij se politika. Dhe duan të zëvendësojnë politikën. Kanë marrë përsipër prokuror dhe gjykatës të tribunalit special, i ngritur në mënyrë idiote edhe nga Evropa edhe nga Amerika, në mënyrë idiote komplet, shkatëruan të gjithë drejtësinë, megjithëse ishin të korruptuar, sepse sigurisht nuk mund të pastroheshin ndryshe, duhet të nxjerrë jashtë nga sistemi, që pastaj merr politika i fut brenda, siç janë të dy ato Gjinxhoni dhe ai që i ban atentate dhe janë të dy deputet me Partinë Demokratike të Sali Berishës. Këto gjykatës dhe këto prokuror janë. Nuk kanë një dallim nga politika, horra politika, horra dhe këta. Bile këta edhe ma horra, ma të pasur edhe ma horra. Tashti, edhe këta super horra që janë sipër, vendosin që mos bëjnë horrin, po t'ja lejnë këtë horrek GKK-os. Duke mos marrë vendim, ose duke marrë një vendim për të mos marrë vendim. Do t'isha i lumtur, po të merrin vendim duke thënë, po ka të drejtë Spaku, mund të pezulloj zëvendës ministra dhe kryeministrin. Bile ka mundësi që t'i futet edhe në zyrë kryeministrit, siç e do, bje fjala ajo Labani, ku diun këta Syri TV, Skërxel Berisha, analista, Sali Berisha vet, ta arrestojnë moment aty me helikoptera, ta marrin, ta nxjerrin para sheshit. Edi Rama ta pushkatojnë, derdhet qaku, të pushkatojnë gjithë këshillin e ministrave. Ministrat, sa ata janë hajdut, kriminel, kanë vjedhur gjakun e popullit, dhe harrojnë që pastaj përsëritet historia. Zëvendësojnë Edi Ramën me Altin Dumanin, me Sali Berishën që ka vrarë, me Shkëlqenin që pret të vrasi, e shumë të tjerë. Se kështu e kuptojnë demokracinë këta. Kjo është demokracia këtyre. Kështu kemi ardhur ne. Ta se po rregullohet në një mënyrë, nga Sali Berisha kalojmë ke Edi Rama, njeri sigurisht është i korruptuar, po vret. Ky tjetri mund të jetë i korruptuar, po nuk vret. Ketë një dallim përmirësim, jo më deri gjykata kushtetuese, që i thot janë të mirë, edhe këta që vrasin edhe këta të korruptuar. Ju lejmë atë vendim, vazhdoni bëni vritni veten. Sigurisht tash duhet shkuar në Komisionin e Venecijës. Ky është një precedent shumë i keq, dhe kjo nuk bëhet për Belinda Ballukun që ka hesap Partia Socialiste me veten. Partia Socialiste i kanë nxjerrë syt vetes, tashin saj edhe të një arrogancë të Edi Ramës. I kanë nxjerrë syt vetes. Belinda Balluku i ka bërë një të keqe të madhe Erion Velia, se këta e dinë gjithë, dhe Erion Velia po ja kthen tashin me vetet të keqen e madhe Belinda Ballukut. Janë të dy ata që kanë pretenduar fronin e Edi Ramës. Edi Rama duhet ta nxjerrë këtë situatë. Po nuk është i gjithë Partia Socialiste që ju ka këtë faj, këtyre tipave, rilindistave, si njëri si tjetri. Dhe tash i futet në hall e gjithë opozita, që sigurisht është demokrate, me anë të sigurisht Partisë Demokratike të Sali Berishës, që sigurisht kanë për të ardhur kurrë në pushtet, por që duhet losi rolin sikur po bëjnë Spakun kur e shajnë gjithë ditën këtë dyert. Sali Berisha sa herë shkon aty, thot kriminal njërit, kriminal tjetrit, sepse nuk bën dot opozitë, dhe tash duhet ja bëj opozitën për të shkatëruar Spaku, GKK-oja ose tribunali i ngritur me perversitetin që të zëvendësojnë politikën. A kam më vend shëmtuar që sa ky? A mund të ketë vend më katastrofik në drejtësi? Çdo gjë po të kapin dorë, këta do ta shkatërrojnë. Po kështu është e shkatëruar edhe drejtësia. Kështu bëri edhe gjykata kushtetuese. Gjykata e famshme kushtetuese e një vendi të shëmtuar politikisht, ideologjikisht, e sidomos në sistemin e drejtësisë. Kështu bëri. Tashi çdo spakisti aty, çdo prokurori katunar dhe jo katunar të Spakut, çdo prokurori i cili sigurisht i pëlqen gruan një politikani dhe thot ta e fusin burg këtë, bën njësoj si Hetusia në kohë të Partisë Punës Shqipërisë. Po, absolutisht kështu. E ka gruan e bukur, ta fusin brenda këtë. Nuk i ka dhënë një leje ndërtimi, ta rrasin brenda këtë, ja merr mendje që të pezullojnë gjithë qeverinë, gjithë qeverisë, ta fusin në vendin luftë civile.
s'ka asnjë lloj problemi. Imitojnë në njërin anë Sali Berishën, në anën tjetër pastaj mundohen të bëjnë show, e ka zakoni Edi Rama, fillon show, kujton se vetëm ai i zgjuar i Shqipërisë. Pa e mylli këtë punë thot me show-un që bëj unë, po takoj këtu nga papa ke Netanyahu edhe ku diun se çfarë bën, marzira të tilla. Edhe ato i bien tokë sepse sigurisht i ik situata brenda dhe marrin këtu erën në vela gjithfar kriminalash, gjithfar horrash, gjithfar të korruptuarish që bërtasin ne luftojmë korrupsionin. Imagjino tash çfarë opozite e super korruptuar dhe kriminale që është kriminale, horre, do që të zëvendësoj këta që janë të korruptuar dhe horra sot. Edhe kë ka ndim drejtësinë horre. S'ka vend më të keq se sa ky, më të shëmtuar se sa ky. Nuk mund të ketë vend. Dhe mos kujtoni se po egzagerojmë fare, ka shumë më tepër se sa kaq që mund të thuhen. Shumë më tepër se sa kaq. Në vend horrash, politik horre, vend që me sa duket edhe në veri e pas ka njohur shumë mirë dhe i ka hequr lëkurën. 7 lëkurë i ka hequr e prapë s'merr vesh. I del një lëkurë e 8 edhe më e keqe, më shëmtuar se sa ato që i ropi në veri. Duhet se do t'i rripte edhe Sali Berisha dhe me sa duket do t'i rripi edhe do t'i rripte edhe do t'a merrte edhe Edi Rama, e tash duhet çka ka tepru t'i hanë edhe mishi dhe kockat prokurorët edhe vagabondat e gjykatave speciale që ka ngritur kjo politik qelpsin në Shqipëri. E kam mësuar ta mbyll me dakord mi e di që si jeni dakord, pa halli madh fort që si jeni dakord, pjesa më e madhe. Jam dakord me veten, e di shumë mirë që kjo punë kështu është. Edhe e kam qartë shumë mirë që një pjesë e madhe e juaja është dakord me mua, po ka shqiptari një element shumë signifikativ. Se bëhet dakord, po nganjëherë nuk është dakord as me veten. Dhe treçereku jonë kështu është, i shqiptarëve. Nuk janë dakord as me veten. Okej?